Përshëndetje, urgjët juve që vazhdoni shoqëroni me Glam Radio dhe me Koa Vizionin, duke shpresuar që e keni shiju këtë ditë të mirë që ka qenë sot më i mirë. Edhe duke shpresuar që e keni shiju lajmin matri që ka ardhur në vendin tonë, më thonë që jo më veç Finlanda, edhe ne jemi të lumtur. Bravo. Bravo Kosovë. Bravo. Më thonë, unë e komendu që veç Finlanda atë janë nek. Po, kur e mora lajmin që na për këto, do me thonë ishim të partë, u merë shumë mirë, besëm që u merë shumë mirë dhe po shpresojmë që me qenë e vërtet, se lumëturia si shvish me kesh, me thonë po dufshë me i pas do sene, për me unë i lumëtur. Ti plëcu ca kritere, a? Po, vendit du të me ti plëcu i lumëtur, me kam popull i lumëtur. Tash masis po plëcojmë kritere për me hy në Bashkim Evropian e kësi sene, bile për lumëturi. Po mdo këtë si këna morë vizat i na lumëturu. Edhe për pistave rosa ma poshtë i plëcojmë gjitha kriteret. Si erdhën vizat na të lumëtur, jena tash s'na njënje. Shkojnë atë dojnë pak. A thu logaritet? Kjo periudha? Qysht logaritet, po... E shëtitjeve? Po kjo është gjithë thashtë, po dalim, po lumëturojemi pak. Na bjen tani intensiteti dikur, është vetëm fillimi. E qëfar teme kena bo nësët? Po lumëturi, se qka tjetër? Jo, thuj najsen tjetër, thuj më dashtë najsen tjetër. Qka na lumëturon, kjo është pyetja për sot, përveç një kafes jashtë në kohë të mirë, që më pyetëcimi qka të bën të lumëtur, thash një kafe në mëngjes në një ditë me diell. Pëshë. Po juve shka i lumëturon? Më vish vetë, pe bëjke, më thonë kafe, po vetë. Ta me tyja? Jo, sa, të mos lumëturor. Me ty ka mazditja e pikë të radio. Te vim. Na dërgoni foto në 049978978 është numri i telefonit ku ju presim me na tregu se ku janë pjesë më të garkuar. Atë njëjtin numër mundeni me përdor edhe me na telefonu, me na tregu se çka ju lumëturon. Sepse tani është koha për me dëgju një këngë që ka ardhur një këngë e re, është një këngë e re, përndryshe është një këngëtare që po e dëgjoj mas një kohe që po rikthehet. Mentor Aziri, Adelina Ismaili, Lule Kuqe. Lebre komunikacionin. 978, Lebre sot dita lumëturisë me folë për komunikacion. Jo, se edhe komunikacionin neve na bën të lumëtur. Po, mërë që shjo. Kur ka kolona na lumëturojme. Po këtë s'ka qenë aty në kritere komunikacioni, se nëse i shkon kriter komunikacioni ishë dollë. Këta s'kan mujtë mu pisë se në kanë kolonat gratit. Gjithë, më thonë, së një nëzën të një marë këta. Po, së një merë në anketë se këta, a dili në për rrugë i kini gjithë njëtit. Po, që janë tu pricat të njëtë. Që ecin, që qarkullojnë në kam, këta e në të lumëtur. Këta do më thonë që i qesin durë për mas pak. Adelina, mentori e këta. Mentori, Adelina. A ka naj këngëtaret sim që nuk ka ndryshu përveç Adelinës. Hiç s'ka ndryshu. Nuk ka. Është po e njëjta që mojnë mendon e që fëmi. Edhe energjia, dinamika, po e njëjta. E njëjta është, e njëjta. Ndryshon, Adelin. E bukur si. Çka mi thon tjetër, Adelin? Adelin mo. Po. Vetërniku me kolon nga lart vetërniku deri tek rrethi i ambasadës, pjesë shumë e ngarkuar kjo me kolon në këto momente. E ngarkuar është edhe rruga Agim Ramadani nga komuna deri tek udhkryqi i Menzës, vazhdon kolona edhe për tek bulevardi Bill Clinton. Këto janë dy fotot e para që kanë arritur në 049978978 që na kanë tregu për këto pjesë të ngarkuara në komunikacion, ndërsa për derivate mos harroni për ato derivatet më të mira me shku tek Petrol Company, për me i marrë derivatet më të mira me çmimet më të mira. Po besoj që deri me tani vishini bo pjesë e atij komunitetit në Viber për me i pas çmimet për secilën pikë. Po ju tregoj se në Çaklavic në dy anë rrugës e keni 1.22 euro dizelën, 1.22 benzinën, e në Ajvali e keni 1.18 euro dizelën, 1.22 benzinën. Përndryshe e pash ki shku deri 1.30 e fiu? 3. Po, kështu që ju që keni me mush veturat drejtonin drejtim Çaklavicës ose të Ajvalis, kapni ofertat, po moshën e derivate që aty letë që lambre letë rënë së zbot nami. Letë gjinë që aty. Që telefonat? Alo, kush telefonat? Mirdita dhe për juve, me këpo flasim? Në gjatin nga peja. Hajde në gjatë, si jeni, që kemi pejen? Mirë, sot është ditë e mirë me djelë, shpesoj ashtu në Prishtinë të jetë. Po, edhe këtu është koha e mirë, kam përfundu ato ditët e acarta. Na tregum që na 13 gradë është aktualisht krye qyteti. Aha, mirë, këtu është 11 gradë të qërës në pej. Mirë, tregom çka na lumturon neve. Ose ty personalisht çka të lumturon? Mu edhe besoj disa ata që janë prind i lumturon suksesi i fëmijëve. Po, shumë e bukur përgjigje. Po çka po mendon? E ndërlidhëm temën pak me këtë lajmin e fundit që Kosova është zgjedhur si ndër vendet më të lumtur në rajon, edhe pse jemi në vendin e 70 fiu, po sa i përket rajonit jemi qëndrojmë më mirë se sa shtetet e tjera. Çka mendon që ka bërë që Kosova u rendit më mirë se vendet e tjera sa i përket lumturisë?
Besoj se për kundër të vështirësive që kemi pasur, që kemi kaluar për gjithë ato lufta ku të di une, optimizmi të njerëzit nuk ka hupse. Jo do ditë mira, mi po do të vinë ditë më të mira në të ardhmen. Ma të lumtura po thua, ma të lumtura për neve. Edhe ma të lumtura, edhe ma të mira tim. Domethënë i mbërthejmë kështu ditët e mira që po vina. Po. Unë shpresoj ashtu. Okej, faleminderit, interesant. Përshëndes shumë, faleminderit. Po shpresoj. Faleminderit për ju, jeni të mrekullueshëm për ndryshe. Faleminderit. Edhe një herë lutem. Jeni të mrekullueshëm tha. Jeni të mrekullueshëm. Faleminderit shumë, faleminderit. Nuk është shpërblet në çdo të mirë. Gjithashtu faleminderit shumë. Nuk i nin këto fjalët e mira kjo se a din më thonë është modeste, po si. Po ç'tina mu koncentru këthe. Ej, më shumë jam. 049978 mos harroni me na dërgu foto për me na tregu ku janë pjesë të ngarkuara, po. Në ato pjesë ku ju sheni kolon thjesht dërgoni një foto dhe na informojmë krejt pjesëtarët e tjerë në komunikacion. Po vazhdojmë pa arrin informata për na tregojnë edhe për rrugën Tiranës që është me kolon nga bulevardi Bill Clinton tutje deri tek rrethi prapa stadiumit Fadil Vokri që sa dosh domethënë Fire, po, sa do shloja, sa në 8:45. Që po besoj që ajo pjesë ka me qenë bllokuar mbas dite për qarkullim, që e bojnë gjatë zakonisht. E mund me blloku, po ma e bllokuar se s'tash s'mundet me qenë. Ja. Apo me blloku mund me dal policia, po me thon pe bllokojmë. Po hes kanë qysh me bë, domethënë me blloku më shumë këtë pjesë. Mos u lodhni me. Është për momentin domethënë. Po, e kupton. Po, e kupton, as ishi ti rreth hall. Alo, telefonata. Okej, faleminderit shumë. Viber përshëndetje Viber. Okej, faleminderit. Alo. Oj gone, koncentrohu në telefon, largo prej televizorit. Përshëndetje, si jeni, si kaloni? Mirë, faleminderit, si je ti, si kalon? Në telefon jam. Mirë, faleminderit, si je ti, si kalon? A mo me siguri, a jenë speaker? Ka I vjen me vones, pelojnë adej sot I shkojnë fjallë. Oj gone. Jo. Ordra. A je mirë? Ordra. Mirë, jo si jeni? Çka na lumë të ranë? Po thonë veç më sëlloni se unë e shblokoj rrugën. Se qysh e shblokon ti, sa e di komuna që sa po lyp që shdo njerë që din me shbloku. Qysh e shblokon ti komunikacionin? Nuk bën me tregu se tani e mësojnë edhe tjertë. Po t'ja dhe më Po që si njerës po lypëm na? Na po lypëm që si njerë që na tregojnë. Qysh ja bën gone? Olloj, vishmu ja I gare se se. Së në shblokon, jo, vishmu në shblokon ma shumë. Torani. Nese, për lumëturia, po na fola jo? Me të komunikacion, po të regom, qka na lumëturan? Qka të lumëturan ty? Na, mu më lumëturan, mas pari djali jam kur del me 5 shëpi shkollë dhe kur dal me familjen ti me të lumëtur. Edhe si popull kështu, qa po ta mërmenja që po na lumëturan që na dol ma të mirët në rajon? Për nga lumëturia. Shëtitjet, sevdale, qefle. Po, bra, e pe që shkëthej shumë në Fiona, si të një pak muzik lumëturohë me njerë. Nese. Edhe unë arsim si të ndëgjoj muzikën me të pare një nisi valzoj, se jam shumë njëri hapi. Seriozisht, çfarë muzike nga kështu që të me valzu? Qështu, Sinani, Sabria e Dona, në I muzike mirë, kështu. Sinani, Sabria e Dona, bashka, veç e veç. Potpuri mund të thjesht, potpuri. Një potpuri për tonë, okej. Faleminderit, përshëndesim tu kalofsh mirë. I për ndryshe jam shumë happy. Po vjen mirë, dhe na jena shumë happy që je ti happy, tu kalofsh mirë. Inshallah gjithë jegone. E për ndryshe? E bashkë, Sinani, Sabria. Nese, dhe njësa të shky kjo pjesa instrumentali. Deshta me thonë që besoj që një rol shumë të madhësim e ka pas edhe Prishtina Ticket në lumëturin e shqiptarve. Sepse për atjelin bileta me çmime ekonomike, me çmime të lira në për shumë destinacione, po kemi mundësi me shëtit, me lëviz, me vizitu të afërmit, me ardhe dhe ata besa me na vizitu neve, kështu që krejt kjo ka ndiku në shtanë në rritjen e lumëturisë. Ha, çka thuti? E kam pas një parambil, se imja s'ke me qenë. Nuk folje, unë folë Sinani për mu. Se imja s'ke me qenë. Alo. Çfarë tekstesh? Alo. A pe mërës telefonon fjallë? Po, alo. Mirdita, njeriu me I lumtur. Ngoje. Batir, Orna, qysh je sot? doje ndërume. Si je zotri nderuar sot? Sot është dita e lumturisë, Batir, është dita jote. Edhe dërtoj arsimi.
Zotri Arsimit, përshëndetet për qofshëm. Edhe unë e përqapi edhe ju përshëndes, unë lumëtëroni ju mas pari. Vërtet, është edhe ti neve. Familja jeme në përgjithësi nuk po du me hitash. Po, ajo dihet që gjithkush e ka familjen primare dhe Unë lumëtëron diria nuk jem marrëvni, jem diri, jem kur partrige, edhe më lumëtëron muzika. bravo bre Batir që tu të pritas, të kur të jemi në liri, si jemi robëri, thash na jemi rob të vetvetes. Na do me thonë edhe pse jemi në liri, prap si jemi në liri, se vetvete ndojna me hongër. Po te muzika nalo. Te muzika nalo. Po thu që gjithçka kalon Batira? Do kjo me kom atë kalumin e vetë, ditë, një javë. Qëndran që. Goje bre sa pozitiv është. Po, Batir, të përshëndesim, shumë faleminderit shumë se me bomet ngu ty, do me thonë dolin port në botë. Jeni të lumtur e u lumturofshit gjithmonë. Bashkë me ty, faleminderit. Komunikacioni për juve që jeni në përvetura, ju tregojmë se ku ju lumturon këto momente. Për ata që po vinë ose po e marrin rrugën Tirana, ka kalon nga bulevardi Bill Clinton tutje deri tek rrethi prapa stadiumit. Vena Sjelltas është e ngarkuar deri tek rrethi Duplex, e ngarkuar pjesa poshtë Veternikut nga gjysma tutje me vazhdu edhe te rrethi Duplex edhe mjëshas rrethit me flamur. Të lumtur janë edhe ata që janë në rrugën Agim Ramadani në drejtim për te Gullkryqi i Menzës, sepse kanë me poshtë shumë vetura. Po, ka kolon ato janë të lumtur se janë të vetmuar aty. Dhe hyrja në fushë Kosovë po shihet e ngarkuar nga Bresja në këto momente. Këtu janë edhe informatat e radhës që kemi pranuar në 049978978 e që po vazhdojmë po presim edhe informatat të tjera, ndërsa për juve që dëni me marrë një informat shumë të rëndësishme, me u bë me një veturë e cila i ka 10 vite garancion, duni me shku te Toyota, së është e vetmja. Vetura ma e lumtur jo, po ma e shritur në botë. Që e keni në Kosovë me 10 vite garancion, ju e ka sjell Autotrade, pe dini moti, edhe mundeni me shku atje me zgjedh shembull, njënin prej tyne Toyota Yaris Crossin që fillon nga 27.900, është automatik, është 1.5, është hibrid, ETJ, mundeni me shku me pa vet. Alo, përshëndetje. Shëndetje. Kush na shëndet? Anjeza nga Peja. Arieta si e? Anjeza. Anjeza apo Arieta? Anjeza, shumë emrin e mirë. Si po kalon? Shumë mirë, jo? Mirë, faleminderit. A është Peja, po Peja nxehtë kjo sot, apo sa tha më herët? 20. Po, shumë mirë. 11, tamam, koka. Anjez? Una. Çka të lumturon? Mu mas shumë të lumturon koha me kalu me familjen teme, do me thonë me meq me njerëzit që i du që më thjelin gëzim edhe për mbushje. Qa jo të lumturon? Do me thonë kur ti je me njerëz që i dënë, që i ki për zanë. Normal, po. E si popull, çka po na lumturon? Për me lumturu mas shumë t'jo, për shembull, kur e ki familjen ofër, nëse ti njëherë shkeq, edhe a i bën që shka për ty që ti, do me thonë mu lumturu me një stand bukri edhe me harru që ato për shka e një keq. Jo, unë e kam fjallin, po unë e kam fjallin kështu si popull, në përgjithësi se jena dalë të partë në rajon që jena populli ma i lumtur, po du me ditë çka e ka bo kitë popull ka që lumtur, çka është ajo që pe bën parin në rajon? Pa ju mendoj që e respektojmë njëri tjetrin, njëri tjetrit, do me thonë kur kemi nevojë për diçka. Okej, faleminderit Anjes që na ke thirr. Jeç kur gjum. Je e mrekullueshme, të përshëndesim shumë. Ja s'pe tham s'tash. Për shembull finlandezcim që janë zgjedhur 8 vjet me radhë si populli më i lumtur në botë. Ekspertët që e kanë mbikëqyr këtë hulumtimin kanë citu që aksesin në natyrë që ka Finlanda është njëra prej arsyeve që ata janë ndër më të lumturit dhe një mirëqenia e popullit ish e dyta. Se çitake është dash me thonë. Tash për natyrë hajde dhe kemi pamje shumë bukra. Nëse e këshysh tash do të thonë që është ndodhja ajo, po ai vetë me kanë xhel për të është gjyrini. Po hajde është pam. Për qyteti i hirt. Katania që njihet qyteti i zi për shkak të arkitekturës, na jemi i hirt për shkak të ajrit. Po, mundesh domethënë një majz të bardhë me veshë dhe shkon shumë mirë me Prishtinën. Po të gri, që po thonë këta Shqipëri. Ata e kishin finlandez, do me thonë mirëqenia. Mirëqenia? Sepse
ata e dinë që me pas një problem është dora e shtetit aty. I ndihmon shteti, do të thonë është shkollimi, i bën të lumtur sepse kanë kushtet shumë të mira në shkollë, shëndetësia. Alo. Çfarë ma, deshta diçka interesante, talltu po. Diçka që interesante ki telefonatën. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ju i nderuar, kush telefonon për herë të parë? Apedin. Apedin? Ornane. Apedin pse jemi të lumtur? Po. Hajde tregom. Se jena ma humanitar në botë jemi. Jemi më populli më humanitar. Do me thënë kjo është një prej arsyeve që ti mendon që jemi të lumtur. Të lumtur, edhe jemi të bashkuar, edhe humanitar, edhe të gjitha i kemi. Okej. Këtu pak kam disa pikpyetje, po nëse është mendimi jam, kjo është i joti pa dyshim. Faleminderit Abedin, të përshëndes shumë. Ju përshëndes edhe juve. Edhe unë të përshëndes shumë. Te ky hulumtimi që është bo saj përket popullit finlandez, është bo edhe një farë lloj ankete me të huaj që kanë vizitu Finlandën, edhe do më thonë kur ka turist shumë, ndodhen edhe këto humbjet e kuletave, e gjësendeve personale, bla bla bla, edhe ka dalë që nuk ka pas vend që ma shumë i ka ndodh rikthimi i kuletave tek personat e duhur se sa në Finlandë. Aty do më thonë çka të që hub e gjehet, s'ka ku shkon. Ka dhe atje në raset krimit normal pa përjashtim, por janë krahasim me shtetet e tjera të Evropës. Më thonë, mos mi pas dhe këto të këshijat, i këshum thonë parajs. Ose jashtëkësor i këshum thonë. Ishëm përshëndet me krejt edhe i këshum thonë që se e meritova. Eu arsem zdi shka të koft. Alo, përshëndetje. Hajde telefonata, përshëndetje. Armendin telefon. Ku i Armend? Në jenë trafik që të që mirë. Ku jenë trafik për momentin të regam? Po në gjithë për brek djelit, mirë është situata mirë, po jetë kolona mirë. Po gjithët. Ka sola një tetore, a ki fjallën? Po, ka një tetore, sa kalova mirë është, mirë po jetë. Shumë mirë, po se realisht atë pjesë e lirën pak edhe semaforet. Prendë semafor, po në rregull, vazhdo në tutje. Qka të lumë të ranë? Shumë pyetje me vend edhe shumë temë interesante, Tim. Po? Ne kemi nasi shqiptar shumë interesante, thonë hajtë se bëhet mirë. Po? Që kena lumëtëran pak? Këra në lumëtëran se kur nuk ngrijemi në kom me thonën që qa u bëhet, a ki pa, nalet rryma në shekullin 21, s'tit vjen, thot, uajt, rryma. Gëzon bre lumëtërohëm. Ndoj e qojën, ndoj e gjykymin me njëherë. Ndalët ujë, kur të vjen uja, di çfarë gëzimi kena? Qashtu. Hajde shëshyre erdh, du të se erdh uja, din. Kështu që jena të lumtur në përgjithësi si popull fort qas. Lumturojme me pak. Qëre, disa vite ma ere, do më thonë, nuk kena qenë mirë me kitë rënditin e lumturisë. Po tash si popull tregonat çka po na lumturon neve si popull, çka po e bën kët popull të lumtur për me qenë e para në rajon. Po, por mendoj që heqja e vizave ka qenë një moment shumë në këtë çështje. Do më thonë, kena mujt me dalë me shku me i pa ma dashunit tonë që i kena pas atje, se ka pas edhe prej atyne që na kanë telefonu këto nanat, që na kanë tregu që si kanë pa fëmijët me 15 vite, për arsye dokumentave. As djali s'ka mujt me ardh, pas nana s'ka mujt me marr vizën me shku. E kjo po që na ka bo ma të lumtur. Iria e lëvizjes e bon njerin e lumtur, aty ku si i knaqur, del jashtë pak shë në i send, tëri edhe knaqësh edhe bosh ma i lumtur. Besoj që edhe e ka luajtur një rol veti. Unë të përshëndes ty edhe të falenderoj shumë për telefonatën. Faleminderit, përshëndes shumë. Fion. Apo do me të kallëzu diçka? Kallëzëm, lumtëron pak të lutëm. Se ki mundësi. E përmendi dikush prej Abedinim duke thënë që qemi humanitar, është edhe një faktor interesant ose një faktor kyç që jemi të lumtur, po realisht kur bën mirëcim edhe je mirë. Po kur e din domethënë që ka shumë njerëz që kanë nevojë për ty atëre po. Po kur e sa shumë kanë nevojë për. Po ta gjysmë mbushur gjysmë me zbrasje, po pesha ndryshe po. E shani gotë me pak ujë. Po me pak ujë më shumë. Është GDP-ja për kokë banori. I bën finlandezët më të lumturit në botë. Domethënë ata mesatarisht e kanë të hyra 4.000 euro në muaj. Mesatarisht. Domethënë ka më pak, ka më shumë, por mesatarisht 4.000 euro në muaj. Është mbështetja sociale pastaj një tjetër faktor që ata janë më të lumturit në botë. Çka do me u lumtu? Sa është rroga? Jo, po du me thirr dikon në Finland.
Okej, po ai nështë ka ma shumë rrogën ose ma pak. Jo, s'po më intereson sa ka rrit rrogë. S'po më intereson. Pastaj është gjatësia e njerëzve që është e shëndetshme plus, domethënë jetojnë gjatë, por jetojnë shëndetshëm. Edhe është liria që e kanë, është bujaria pra njëra ndër ato, edhe liria nga korrupsioni, ka shumë pak korrupsion atje. Po dhe që kjo është? Tash nuk po di, a kanë qenë kriteret e njëjta edhe për këtë studimin e tanishëm që na jemi më të mirët në rajon, kjo do të thotë që kemi më pak korrupsion ndoshta nga shtetet anëtar e rajonit, Shqipëria, Maqedonia, Serbia e të tjerë, a i vjen që ka më pak korrupsion. Bujaria nëse është, liria. Do më thonë, nëse janë faktoret e njëjtë, atëherë na qëndrojmë shumë më mirë se sa shtetet e rajonit, sa i përket pushtetje sociale, lirisë, bujarisë, edhe diçka na lumturoneve, po s'pe përmend kërkosh. Po pres deri në fund si dihet, ç'e telefonat. Ç'e deri tjetër. Jo, ato trija që i përmend ai. Jo ato trija që i përmend. E cilat? Jo, janë 3 tjera. 3 tjera, pas janë 2 tjera? Po janë 2 tjera, ç'e tjera. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Seferi. Hajde Sefer, çka na lumturon neve si popull? Çka mendon ti? Pse kemi dalë më mirë në rajon se sa tjerët? Ka shumë gjona, mirë po janë dy, një e ciku para fullësim, që tha liberalizimi vizave. Po? Edhe është që tash jemi të lirë, mundu më shku edhe në veri, edhe kjo shumë ka ndiku. Okej, këto dyja ti mendon që janë faktorët kryesor që ndoshta. Unë mendoj që edhe domethënë rritja e çmimeve të rrymës, këto çmimet në markete, këto na kanë lumturuar pak, më rreth se punimi. Kena kushte të mira, më rreth. Çka na kanë pyet, këne kanë anketuar, nuk po më kuptoj. Çka na kanë pyet kur jemi zgjedh? Po çto ne? Kur mi rangun këtë listë. Thon, po rritet rryma edhe për 15% na gëzohemi se a dina i kena rënët. Ajë se nështë ta në rritet roga. Po, djalo po tani po shkon aty e ke ble me 50 euro një kese, ta ashtu po 80 euro, njëta kese. Ajë më rëndësisht neta më po. Jo, mëre, po lumturohem se na kena mundësi miqu, nejse. Faleminderit Sefer për telefonatën. Po pëlqen, po, faleminderit shumë. Ama definitivisht po liberalizimi e ka luajt rolin e vet, patjetër. Po to e thash në fillimet. Po. Tash ato nuk mund. Tash se thatë po. Unë thash po. Okej, hapë s'po shtyjum. E këshyrëm fund. Unë po du me marrë një telefonat prej Finlandës, po mundona nëse mundemi se është pajagi e vështirë për me arritme. Po kena mu mundu në ashta mas marketingut. Derisa të provon të shpejt ishta më ju të regu po krejt atyre që janë të na dëgju në këto momente që gjatë marsit po vazhdojnë halas me pakut prima në IPCO, keni mundësi me blet televizor, super televizor, është fjakëste, që për më shumë informacione vizitoni IPCO, ne keni në për krejt Kosovën me shumë pika, merrni informacione se qka qysh tek. Alo, përshëndetje. Përshëndetje ashtë në shoke. Përshëndetja me shoke. Me gjithë shpyrtja. Ku je, mëre? Po që ta ashtë të lumë të rruga. Pse që au boa me që dë më thonë s'ta ku që zuna mi, që zuna lidhe, se njerë zuna s'inke, por zë që ta ashtë të lumë të rruga. E posh porzit edhe një gane tjetër nga ka thire tjetën kovi shu blokus, më shas me pranuas tjetën ko kur thire dhe të zdish ka pëndod. Nese, qështë kam? Mirë arsema. E shëndet mirë? I lumëtër po? Mirë. I lumëtër po? Pa e vallo edhe patoj jo se kur ta llogarite që vjen danin tanë dhe nuk frikoj
Bruno. Jo me klime, Bruno. Qa është vladitje thuj e bëj akull, qysh duone. Garancia. Qka po ta merr menja që pe lumturon këtë popull? Qka ka bu për me qenë në vendin e parë në rajon? Qysh është tipi diasporës? Po ma merë mu menja se çdo sen është pakiz në Kosovë. E ke po çdo sen që vjen o pashe që rëdik zona. Por qemull të marrë rrimën. Tanë tine s'kesh me kurash kanë merë ketu gëzësh. Gëzoma e është. Po me shumë në shpesha zëjnë, po o gëzësh. Bile rrimë bile qatë. S'ke pos mundësime se do më thonë me nërë unallë. Se kënë shukallon, po. Tjetër, qka bën këtë popull lumëtër? Po dhe qetër unë lumëtërën arsim se po të drejt kuha jemi kena jetu me një kutë keqet kur jem kon policia sërbe në maltretaj shka dus në bashe. Ta jem kushtë të ndryshë. Jam shlirë shëmbur stut na pe kërkojna dalë ku du, shkoj ku du, në dit s'ki frik, atër ke pos valoja se më frik. Ata shko frik, s'ki frik për dikujna tjetër atë që e kishme. Nejse, e treta dhe një dhuma. E treta arsim, valo e treta arsim. Po munduhëm që tash gjithherë po në shkën menjë, hajti sholla pohet ma mirë, hajti sholla pohet s'ka ma mirë, hajti sholla Neve na lumëtërën edhe ju kur vini për diasporës, dhe nështë një prej që ne mendoj, sepse po është mirë që një dhe bështë atmosfera e mirë, kështu që Kosovën e lumëtërën edhe diaspora. Dasmat më raj ka qenë atë si kriter, dasmat, nështë ta dasmat e ka lyt një rëgjëshëm, a e gjithë familjare në lumëturi. E po rikthehemi në Glam Radio dhe në KTV ju tregu se Petrol Company në Ajvali e ka euro dizelën 1.18 për litër e benzinën 1.22 për litër, si dhe në Çaklavis në të dy anë të rrugës euro dizelë është 1.22 për litër, benzina 1.22 për litër. Nëse doni me mësu çmimet edhe për pikat e tjera, bëuni pjesë atij komunitetit Viber, në Facebook jeni informatat edhe për me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje. Përshëndetje, jo si e? Mirë, me dili, u kokë keq, dili të thët. Edhe te ju dili, a? Shpirtin me taknos. E nesër për dalim pranvera, a? Nesër në pranver, po nesër në pranver. Po dhe, shka po thull me vesht, i cim? Më ngu mu, do më thonë, vesht... Mish me lule? Vesht një akë në trash se si dihat. Jo, bre, ta mos ta këtheknene, po që në ka pranvera. Në është ta unë e kom kesh, po në qashtu po menaj. Hajde të regom, qka të lumëtëron ty? Stina pranverës. Stina pra jo, bre, stina pranverës, qarë, mos më pas parë në gjem, gjithë sa dënë, se më di ova. S'po mi përmen kërkosh a jos? Kërkosh s'mi përmen i dej që dashtë. Po thojnë familja me dol me këta që i du, po kur del aty në do të mi afshit një kafe. S'më nëshme ka një lumëtër të mi thira ata pa e pos. Jo që ku ta kish parën ata të thirën ata, thojnë, ej, hada e të dalë mua. Lumëtërojnë ata, po thua? Po pra. Si këshyrim në këtë sene, kishta pak, centëm sem dhe botë, po në pare të pare. Lumëtër jena me 2 euro, po.
Vesh parja se 500 menën, po thëmë, hajde kjo, asnjë s'po mund të kërkon s'po parazohet. Do më thonë, ty të lumturon paraja. Asha një zëtë të zhjo s'po dita, ashtë po thëmë dishka tjetër, po s'po kam shef për të mashtruar. Edhe zoni bankomatit lumturon ai frrrr. Po paja, Ta që një farflodit mirë, interesant është, si me kam Bruno, frrrr. Knas. Po pro. Ajte na po frrrr, po në fund kur po del vishnja. Vës, e laja shkyme në mes. Hajde kallëzëm këtë popull çka pe lumturon. Popullin shqiptar, kosovar, çka e lumturon? Nuk e di popullin çfarë, përgjithësi popullin unë po them dashti ç'është po i shoh popullin tu, po them se s'po di atje. Vesh e shoh ku të morrin mollet, morrin diçka, po sa të lumtur nihen. Edhe a beso Arsim, edhe 3 herë mollë qash ka në depo, po nuk e di pse atër. Marën, që shto kena qef me mojt, me nanej. E gjindë, të thash edhe ma herët, mu gjindë. Mu gjindë që aty letë qëllon. Po kuptan. Jo, njërë pasë më full, të s'kom dëgjua. Ja, kështu dëgju me vëmendje. Qështu jo, s'do me thonë, po thu që ty parja të lumëturan, apo? Jo, presion veshune se unë o që ashtu krejt me nojë për se thojnë. Fol për veti, nas lumëturo me pare, më zbaj gare. A më ty të lumëturan, apo? Që ka pa eri pares? Pa i ka ne. Unë pa thëmë përgjësi, se vëllaj mi po kajtë të mytë deti, edhe unë shkoj e mytë. Të përshëndes, farim derit shumë, jem rekullushëm. Adet përshëndes edhe unë juve. Ajde jo, faleminderit punë mbarë. 049-978-978 edhe një numri telefonit për ju që vëna dëgjoni, për na shikoni, na shkruani se përgjigjet e lexojmë në pjesën e dytë, plus do të kemi edhe të ftuar në pjesën e dytë, do të flasim për një këngë, për një projekt të ri që ka sjell dikush në tregun tonë, është bëhet fjalë për një zhandër që i mungon vendit tonë kështu që siguroni me qëndru me neve edhe gjatë pjesës së dytë. 038-220-000 është numri i Swiss Diamond Hotel Prishtinës për ju që doni me shiju një iftar unik nga shefët më të mirë të kuzhinës, e keni nga hëna deri të shtunën, mund të rezervoni në numrin që e thash për iftar me shoqërinë, me familjen, me kolegë, me çka do qoftë, por të dielave, me ty por të dielave keni në formë bufeje, shkoni aty dhe përzgjatë se çka doni me hëngër nga ushqimet e përgatitura. Çfarë si darket lumturon? Po, kolegu për shembull me thon fif. Dillet i iftar, po shkojnë apo këshyrim çka kanë në Swiss. Edhe në fund çot kjo ta pagun. Çe telefonat. Vazhdo. Unë jam. Alo. Unë jam, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? E Gozi. Ti vish më nësh me kalu shalterin tjetër. Vesh kalo shalterin tjetër. Pagaz, diçka në slow motion. Shalteri numër 3. Slow motion me kosët. Gozi ka 2 shprehje, 2 shprehje. Minus ka qit. Sa më puna lumturisë. Për das, domethënë. Gjatë çelti emisioni, peç ka filluar emisioni sot. E fjuna ka bëshirë dikon 30 herë. Domethënë është e lumtur. E lumturuar. Vërtet. Alen, se mos më konë lumturuar nuk bëshirë. 30 herë se sekret po nejse. E shtove, po. Le dhe tash me ta men. O jo, po që shtu mu aprishin në kërin, shtu të shtume. Po, vazhdo gaz? Po. Natyrisht që si popull jemi të lumturum se kur e krasën, tash po flas pak më seriozisht për shembull, kur kujtoj vitin 99 për shembull qershorin, kur mos na rëna tash. Ja, vetëm shumë shkurt, kur kam shku për shembull vendimje, kur kam shku për shembull që kom po vendin tam. Edhe sot për shembull kur e shoh autostradën, e shoh aeroportet, e shoh për shembull rrugët, e shoh ndriçimin, e shoh kanalizimet, e shoh një 22, ose shumë veçerën janë. Një 75 kemi na benzinën këtu, ju një 22 atje. O jo e keni 4.000 euro rrogën atje, na e kena 400 euro rrogën këtu, mos ma bëni, mos ma ngreni shpesh. Nuk është lumturia te paraja, Cim. Te ju djathi 2 euro kila, te na 8 euro kila, te ju mishi 6 euro kila, te na 10 euro kila. 11. 11. Banimi 16 euro dhe mund është metri 4 orë. Te ju, a di sa është metri 4 orë, do me thonë i një lokalit në Prishtinë, që tu pesho prej Prishtinës në rrugën Tirana. Me qira ose me bledë. Me qira, a di sa është metri 4 orë, do me thonë, shkon për 1.50 euro metri 4 orë, i qiras. Jo, po i po të besoj, po për shumë oga. Po jo, se ju gjithë më kapni të që ke qiraja që e paguni 700 euro në muja, 1.000 euro. Ja, s'ko 1.000 euro, hajde. Ja, pas, po unë po të thonë, të mon 100 metra 4 orë,
është 1500 euro. Okej, dhe po tash na kemi shpenzime të tjera me një rrogë shumë më të vogël se ju. Po ne s'po duam të shtypim këtë aspekt. Edhe Kosovës janë njerëzit se jemi të lumtur. Jo që janë të lumtur, po momenti që zbres në aeroportin e Prishtinës, çat lumturi që është brenda Kosovës, hisna pe robotit gjerman edhe bona tamë shqiptar, ma në gjithë një shtirt atë lumturinë atë buzinë. Çka era e kekut të ngjillit, çka ajri, ha? Çka të kënaq. Çka të kënaq. Era kanalizim si të Prishtinë. Ai dora jashtë dritarës veturës, po ai gishtin në semafora. Dyta veturë. Është një gisht në semafora që rrin me një vend gjithmonë. Edhe një shkurt këtu. Kon ardhi shok në Gjerman në biznesmen në Kosovë ata pru për. Ja, zgatesh tash. Ja, që shumë shkurt e kam. Edhe kur e po Kosovën, do se kish fosë tash vetë luft, të menuar si luft. Po njerëz kanë menuar për neve që jena me. Gaz fa, këtu nuk po ndryshoj ka kurrë pa pe perëndimit, pa kurrë. As rrugë, as kafet, as buka, as. Kur ka lodër fashërakisht. Popullën tonë e lumturojnë çdo farë. Domthon kur e bëj krahasime çysh kanë jetë, çysh e thosë çata e bojnë. Aty po, çush kemi qenë edhe çush jemi, është me vërtet për me qenë të lumtur, por ka shumë. Aty keni drejtë ju për shkakun për të bërë më mirë edhe me krahasu për shkak të vendet perëndimore. Është normal që keni drejtë. Hajde gaz, përshëndes, faleminderit shumë. Jo, tama, jo. Pak e shumë. Ja 5 minuta. Juve që doni mi kolonave, është gjetë ilaçi i kolonës e ka gjetë Ventoro Motors, edhe mundeni me shku tek Automita, e keni Ventoro Motors, e keni edhe përmes rrjeteve sociale për me po, edhe mundeni me u bë me Vespën e mrekullueshme. Sa po kushton ky ilaçi ditë? 1 euro 80 në ditë, po një kafe në ditje, bosh me Vespën e mrekullueshme dhe ja bën kolonën. E pe një shpesë, e pe në qytet, po bosh me Vespa. E pe në pas kisha livrit, e kisha marrë se do të motore e kisha pi, po ik. Hajde, populli më i lumtur në botë. Përshëndetje. Përshëndetje. Për shpirti jam e din sa ka hek deri sot ku më thjen telefon. Ta frem vetë me natyr ti neve. S'ka mujt se u kanë të botush se këta kanë ujë ku dush. Me më fol, po une po tiftari të botush. E ka që tash kohë. Tas po kena as rrym. Edhe pa, jo, nuk është bash koha e iftarit, po zakonisht Amazoni nuk e ka veç agjerimin apo den do edhe do se në tjera unë mëno në ka pa me mojt asa dhe kom pas një arsye të veçantë që nuk e kom këqyrë se e kam nipin këto. Po gjenaj nuk lëshoj televizor. Që pa të emrin Mala? Jo, Dren. Dren. Nejse afut. Ka që ofër ko krakon. Gati, se kjo e ka që ashtu do dila do që e mali me dësi. Hajde tregom pse ju finlandezët, se ju finlandezët më dogu të tekin në shtetësinë finlandeza, po? Po. Mire thash. Po flitet për finlandez, po. Po s'ka lidhje, do më thonë tjenë në shtetas finlandez. Edhe i gëzën krejt mirat e ati shteti. Edhe pse ju si popull atje jeni do më thonë shumë të lumtur, jeni ma të lumturit në botë. Çka e bën një finlandez me qenë ma i lumturit në botë? Qëre, është që shedione aty janë disa kritere që shiqohen. Për shembull shiqohen si është shkollimi, si është puna në qerë dhe që është po i përmenda të hyrat mujore, mbështetja e shtetit. Hyrat mujore senet. Dhe me thonë edhe se nuk është që krejt janë të lumtun, po ai testi kur është bon i kanë këqyrë qëto gjona që ka ofron shtetit. Po për që ato na jemi pak si në pikpytje me simin, nëse janë këto kriteret që janë bo edhe për shtetet e tjera të rajonit, qysh i kina pjësuna këto kritere? Se këti na pibje me konë dyar i lumtur atje i lumtur këto, shumë i lumtur. Po vre, unë po më i ka me thonë, unë jenë shumë i lumtur. A i lumtur i mbot? A primi i lumtur, wow. O shumë e vërtet që Arsem, nuk është puna se ka njëherë janë do senet të vogla që e bojnë njerin të lumtur, apo den. Për shembull, është marrë një shembull shumë i mirë e kom po. Ama senet e vogla s'mund me bën një popull të lumtur. Se njerin e bojnë, po një popull të lumtur është. Senet vogla s'mund me bën. Ose ata që e bojnë lumtimin smirën me këto senet e vogla tonat. Ama është puna që është sen i vogël, po është për këtë popullin. Për shembull, në tren, të hyp në tren, e ki venin ku me hyp me për shembull fëmia me kolis po hyp pasporë nuk të nash vania nuk paguajnë prendet. Tani e ki vendin për shembull shkojnë me bicikletë te treni
hyp në pjesën e trenit ku mënush me hyp me bicikletë, me lënë bicikletën. Kur ki fëmijë është ai vagoni ku fëmia mund me lu, kanë lojë. Ne s'ka nevojë për bicikletë, se ka bëu Prishtina parkingu e merr bicikletën, po edhe që këtë vend. A vishën se ne po normal. Edhe bosh gati për olimpiadë tani, kodrave të ungjit. Këto sene e bojnë çfarë lëmtorien e njerëzve, edhe pse na që jetojmë këtu të e njoh popullin finlandez, unë për veti jam i befasum që 8 vjet, Rollas janë 9 vjet, se di sa o banën, që është gjithmonë, po, dhe me thonë se ka këtu shumë njerëz që përdorin gjonat ndryshme prej alkoolit te matësia. Po, nesa të detojnë. Ato e në dukurit këqia, po, si popullin i maj lumtur, sepse, po, dukurit e këqia, shumë sana interesante. Edhe është pak një farë kontradite, po që ato gjona shka ju vynë për me përcaktu që atë lëmëtori, këta i kam plëcu mas mire. Po më vjen keq ta kumplish lumëtorin, se do me thonë ti e pas ke lumëtorin sot aty, shko vazhdo knaqë me një ipin tët, edhe na po të përshëndesim shumë, po të falenderojnë. Une po knoshna dhe pse po do të ka pak mu bo si kur fëmija, se po pak ma erët ma vëjke. Gjish me ngo shpejt, hajde me gjish me ngo shpejt, në përbanes që të. Nga në gjyshe që shut ditët. Faleminderit përshëndesim. Kalani mirë, unë ju përshëndesim. Faleminderit shumë afim. Plumë tërë mundet me bo dhe do mobilet mira kur i merë në ofertë, edhe ato në ofertë, me 30%, kështu që ju që dëni me marë mobilet matë mira, shkoni tek Enza Home në Çagllavice, keni në kilometrin e 6 drejtim Ferizajt. Ka që ishte për sot, faleminderit shumë për telefonatat, na vazhdojnë në pjesën e dytë në Glab Radio, ju vazhdojnë me qenë të lumtur edhe mos harroni me bo ata që dëni me bo gjithmonë, se dhe kjo ju bën të lumtur, me ep shumë dashni. Po, me dhuru është njëra prej faktorëve kryesor që bën dikën të lumtur. Aq sa ka? Ti me rëndësi e lumtur. Vazhdoni që ndrani me ne, mos harroni pas iftarit, ju që jeni agjërueshëm me konsumu nga një puding nga Zot për shkak të përmbajtjes së lartë të proteinave që kanë edhe shijes së mrekullueshme, patjetër pa sheqer, pa gluten, pa laktozë, edhe ju që jeni të ndihshëm në këto, nuk i ka asnjërin. Vazhdoni që ndrani me ne, sepse në pjesën e dytë edhe njëherë përmenda kemi të ftuar, kështu që na dëgjoni në glamradio.fm apo përmes frekuencave tona. Tung tung.